nga ana bashkëshortit nuk kanë, i ka thonë se je mjaftueshme këtu në shtëpi, je mjaftueshme mjetët që i sigurojone, kena pasuritë mjaftueshme, s'ke nevojë me punu, nuk është vetëm ajo. E tash kjo një temë tjetër që gratë kur martohen se secila normal, nuk është që e keni përjetu këto, po besoj e ka dikush në rreth ose keni dëgju që sapo është martu e ka marrë një kthesë tjetër të jetës duke u varë financiarisht komplet prej bashkëshortit, gjë që për disa është sukses edhe këtë, më tharun se disa grave dhe ju pëlqen ajo. Po, e thash që disa grave po s'dojnë vetë me punu. Nuk kanë dëshirë. Unë di raste që e kanë kryer shkollën, kanë kryer master, edhe e kanë lënë, domethënë e kanë qenë edhe të punësuara, kanë bërë dorëheqje vetëm me qëndru në shtëpi, pëlqen ajo mënyrë e jetesës. Na s'boj me bo para gjykime, është mënyra se ç'seshe. Mbarë që ajo përmbush, unë personalisht e ka përmbush ajo me qëndru afër fëmijëve, afër familjes, e ka përmbush edhe s'munde me paragjyku. Po për rastet që detyrohen për me realizu këtë formë të jetesës pastaj, se nuk është që po e zgjedh me vetë dëshirë, po t'imponohet. Ashtu kemi mjaftueshëm do thotë raste secili në rrethin tonë, edhe dim shumë sakt që ka domethënë çift që nuk kalojnë absolut mirë, domethënë mes veti. A i bjen që çdo famra do të më ndru mënyrën e jetesës në martesë? Ajo do thotë varet që çfarë mes vetes janë qifti, mirë po njohim raste do thotë që femra nuk i shkon mendja për divorc pavarësisht që jeta atyre në qift është kaos i vërtet, sepse në një nuk kanë përkraje mas pari prej prindve, prej familjes, nuk ka një të ardhur një rrugë që ajo mundet me siguru mbi jetesën e vetë, ka me qenë mos flase për pjesën paragjykuse të rretit, edhe çka ka me bo ajo gru, do të thotë përveç se me hesht, edhe komplet me sakrifiku një farë forme jetën e vetë. Kështu që për aty ne kemi mjaftueshëm raste tash nëse veç dalim jashtë kësaj Prishtinës të bukur. Mirë po. Se na ka kap dinamika kështu, nuk po i shohim mandej realitetin imi të e bu një simat se veç në kryeqytete që... Mandej është kjo sepse çdo vetëm atje për rritën edhe vrasjet, edhe dhuna, edhe kjo është... Në shkurëzimet mon janë rritje enorme numri i shkurëzimeve. Që janë shumë faktor. Apo ndodhë për shkat vetësimit grave në atë se për shka janë? Ose me kish me thane kundër ta, jonë qupesh. Po, jonë qupesh. Qka jonë qupesh? është temë ndihshme, realisht. Po, na edhe kemi diskutu paka shumë për pjesën e divorcit, veç më intereson ndje dhe një mendem prej përvojave që i ka me raste që si avokate kur kom këtë pyetje çfarë po ndikojnë pse po shkurëzohen kaq shumë. Unë mendoj se janë shumë faktorë që ndikojnë. A vinte ti gratë me kërkesën për shkurëzim apo me të pas ty avokate ty në mbrojtëse? Janë shumica vini në gra. A vinë me ndonjë frikë kështu raport me mashkujt kur isha mandej edhe sonca kështu, cila po alin më friksume, gratë apo mashkujt prej divorcit? Me shkujt nuk dëshirojnë shkurëzimin, sidomos kur kanë fëmijë. Femrat janë më të vendosura, kanë përkrojën e familjes. Sidomos kohëve të fundit, se përpara ka qenë se nuk ka guxu femra me paraqit dhune, nuk ka guxu ku ka pas me shku. Po, tash e kanë përkrojën e familjes, i mirëpret familja, qoft vetëm, qoft me fëmijë, e kanë përkrojën edhe për vëllezërve dhe për motrave dhe financiarisht, edhe mendoj se kjo ka ndiku. Po, kohëve të fundit që mendoj, unë si avokate që akum